Ambasadori i Kosovës në Gjermani, Petri Tajeti, e ka shpërndar një fjallim të deputetit gjerman Peter Bayer në Bundestag. Bayer, sipas Tajetit, ka kërkuar që të çmontohen strukturat paralele në veri të Kosovës. Lufta kundër strukturave kriminale, bandave dhe grupeve të dhunshme duhet të vazhdojë. Zbulimi i fundit të një arsenali armësh në veri është dëshmi e qartë e rrezikut që përfaqësojnë këto struktura për sigurinë dhe stabilitetin, u shpreh Ajeti, të ketë thënë deputeti Bayer. Ambasadori gjermane falenderoi deputetin Peter Bayer për qëndrimin dhe përkrahjen e tij në Bundestagun gjerman. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama kanë shkëmbyer thomba me njëri tjetrin gjatë vendosjes së burthemelit të çerdhes në bardhosh të Prishtinës. Fillimisht, kryetari i Prishtinës Përparim Rama i kërkoi Kurtit që të zhbllokojë buxhetin e kryeqytetit që sipas tij ka lënë pezull shumë projekte të tjera. I bëj publikisht këto thirrje kryeministrit të zhbllokojë buxhetin e kryeqytetit. Të takohemi pasi që s'jemi takuar ende që 4 vite, unë e kryeministri për të mirën e vendit, është fillim i mirë të bëhemi bashkë, e ti grahim proceseve të mëdha, e jo vetëm këtyre të vogla për të mirën e qytetarëve, tha Rama. E pas kësaj u përgjigj Kurti, duke thënë se Rama pas vjeshtës është mirë të gjejë një punë tjetër. Së pari, fëmijët janë të vegjël, por asnjë çerdhe nuk është minore. Nuk mund ta quajmë projekt të vogël. E kam takuar kryetarin disa herë në zyrën time. Janë 12.243 milion euro në fushën e arsimit në kryeqytet, dhe këtu jemi në fushën e arsimit, jo për çështje të tjera. Kemi edhe investime të tjera, por investimet madhore që janë shumë vjeçare kërkojnë planifikime të tjera. Ky është një plan shumë vjeçar të cilin duhet ta bëjmë ndryshe, mbase me dikë tjetër. E kryetari Rama pas vjeshtës duhet të gjejë një punë tjetër, u përgjigj Kurti. Por Rama nuk e la me kaq, ai tha se edhe pas vjeshtës do të vazhdojë të jetë kryetari i Prishtinës. Do të vazhdojë si kryetari i kryeqytetit. Sot i lutem kryeministrit se nëse është ende në detyrë pas zgjedhjeve lokale, ku unë do të jem sërish kryetari i kryeqytetit, të bashkëpunojmë, sepse e ka sabotuar që 4 vite kryeqytetin. Unë do të jem prap kryetar, tha Rama në këtë përballje me kryeministrin në detyrë Albin Kurti.